Sepse diga e vetme që mund ta mbrojë perëndimin nga revanshi kinez dhe revanshi lindor është bota islame. Kjo që kemi vetëm bota islame. Ashtu. Mirë, po në moment që ata këtë digë e shkatrojnë me duart e veta, duke futur një kancer në këtë vend, domethënë siç është Izraeli, në këtë moment domethënë ata e kanë shkatruar këtë digë. Ata të paktën mendojnë se e kanë shkatruar, por më e paktën që ndodh është se bota islame tashmë nuk e konsideron më Amerikën si mike, si aleate, por e konsideron si armike, sepse në duart e amerikanëve, e kanë fjalën politikanëve të Amerikës, jo të popullit thjesht, por në duart e politikanëve amerikanë ka gjak të fëmijëve të Gazas, janë 67.000 njerëz musliman të Gazas, mos themi 1 milion njerëz në Irak, e mos themi në Afganistan dhe në vende tjera, pra Amerika është në gjak me muslimanët në fakt. Edhe këtë, domethënë, është armike, aktualisht konsiderohet armike e botës islame. Dhe Amerika kishte shansin e madh që këtë gjë ta rregullonte. Ta rregullonte duke i afruar marrëdhëniet me botën islame dhe duke e lënë Izraelin, duke braktisur Izraelin në atë maninë e vet gjykatare derisa të shkatërrohej vetë, sepse Izraeli pa Amerikën është i mbaruar. Mirë, po në moment që Amerika nuk e ka bërë këtë, Amerika ka zgjedhur Izraelin dhe ka zgjedhur nga ana tjetër shkatrimin e botës islame dhe vënien zjarr të botës islame, sidomos në planin e Trumpit. Unë mendoj se Amerika ka bërë zgjedhjen e gabuar për veten e vet. Dhe në fund fare, unë kam thënë në një event tjetër që Amerika është duke bërë vetvrasje. Me që jemi tek Erdogani, sipas një sondazhi të fundit, ka rezultuar lideri më i pëlqyer në disa shtete të Ballkanit, Kosovë, Maqedoni dhe Bosnjë. Në vend të katërt më pas ishte në mos gaboj në Malzi. Shiko, kjo është një përgjigje e mirë për të gjithë ata cilët ata islamofobët që dalin dhe thonë që Turqia është armiku jon e tjera me radhë, kur e pyet popullin e thjesht, pra ajo që ne shohim nëpër media, nëpër gazeta, ato lajmet bombastike të lëvizjes Deçanit që Turku është armiku jon, e shekullor, e prralla tilla le të themi me Skënderbej, me Nën Tereza, të gjitha këto bie poshtë kjo me një sondazh të vetëm. Se populli thjesht poshtë e don Erdoganin. Kur them Erdoganin, don Turqinë, sepse Turqia në fakt për ne shqiptarët, Turqia është, le të themi, vllai i madh dhe nëse nuk do të ishte, nuk do të ekzistonim si shqiptarë. Ne mos harrojmë domethënë Tansu Çillar para, domethënë në 97-ën e tmerrshme, kur grekët donin të hynin në fundit për këtë. Dhe ajo tjetra për shembull që shohim se Erdogani nuk është se e don popullin shqiptar vetëm muslimanët. Kupton? Erdogani domethënë e shef popullin shqiptar krejt si popull shqiptar, e shef si vëlla. Rasti më i mirë për këtë është, argumenti më i fortë për këtë është, i ka ndërtuar 500 shtëpi, domethënë 500 banesa në një zonë e cila është plot me katolik. Shumica e tyre është katolik në Lezhë, në Fushkruj, nuk e di diku aty. Pra, imagjino domethënë që edhe pse kishte domethënë vende muslimane këtej nga Durrësi, nga Shijaku që ishin të shkatruara, ai ndërtoi atje. Për të thënë që shikoj se ne nuk i shohim shqiptarët në bazë të fesë. Ne i shohim si shqiptarët si vëllezër, pavarësisht se çfarë feje ka. Dhe kështu ka qenë fakt edhe në kohën e Perandorisë Osmane. Për këtë arsye ndërtoi pastaj edhe spitalin Fier e kështu me radhë, edhe rrugët që u bën e tjera me radhë. Pra, Erdogani meriton të jetë njeriu më i dashur në trojet shqiptare, sepse e ka treguar me fakte dhe për më tepër e ka treguar popullit që e don, duke e hedhur poshtë gjithë urrëtie që kanë mediat ose disa organizata domethënë të paguara, domethënë që unë i quaj thjesht janë agentë të Serbisë, të Greqisë, të cilët punojnë kundër interesave të popullit shqiptar, kur ata e ofendojnë dhe shajnë Turqinë, ndërkohë që Turqia, mos harrojmë, le të themi rreth 70% e tregtisë shqiptare bëhet me Turqinë. Edhe sot e kësaj dite 70% e tregtisë, pra tregtarët shqiptar furnizohen në Turqi, e tjera me radhë. Po. Kam një pyetje të fundit për ta mbyllur prapë për të shkuar lidhjen e mesme, sepse bën gjithë të bisedë, por për atë që para 2-3 muajsh ishte kryefjala, nuk ra që të përmendej. Çfarë po ndodh me Iranin? Irani në fakt le të themi që Irani po bëhet gati prapë për luftë. Irani po bëhet përsëri gati për luftë. Irani në fakt është, le të themi, bëri një tregti të keqe. Bëri një lëvizje të keqe.
Mirë po, normalisht nëse lëviz një herë, domethënë nga parimet, është shumë kollaj të lëvizësh prapë dhe bësh i pabesueshëm nga palët tjera. Në rastin konkret, për shembull, Irani pati një qëndrim agresiv kundër Izraelit, sidomos domethënë mbasi u godit për Izraelit në mënyrë pa besë, u godit për Izraelit, mbasi Trumpi ishte ai i cili domethënë ja dha këtë e bëri këtë lloj hilje me Iranin kur e ftojnë bisedime në Oman, dhe nga ana tjetër domethënë i dha 2 javë kohë tjera me radhë dhe pa kaluar 2-3 ditë Izraeli e sulmoi, domethënë gjetet pa përgatitur Iranin. Mbas kësaj që ndodhi, Irani i kërkon amerikanëve dhe ka çuar disa herë grupe në Amerikë dhe i ka kërkuar amerikanëve që të heqë dorë nga gjitha armiqësitë që ka me Izraelin, të heqë dorë nga gjitha proxyt që ka, domethënë qoftë Hezbollah, qoftë Houthit, qoftë ato të Irakut, por edhe për Hamasin që thonë se domethënë furnizohen nga Irani, pra të heqë dorë nga gjitha, vetëm me kush që pra i ka thënë amerikanëve, shikoj, aty është mobeti shumë i thjeshtë. Pse të bëhemi armiq me njëri tjetrin, ne mund të bëhemi miq. Dhe ne të bëhemi miq i bin që ti ma lën mu botën arabe në influencën time, pra më lër mu influencë drejt për drejt botën arabe dhe pastaj gjitha i ke prej meje. Pra si një lloj vasali amerikan për botën, për gjirin persik dhe për botën arabe. Mirë po amerikanët këtë nuk e kanë pranuar. Nuk e kanë pranuar sepse e para izraelitët nuk e kanë pranuar dhe normalisht izraelitët janë ata cilët i rrin mbi brenda në tru amerikanëve, do të thonë që ato mos marrin vendimet e duhura deri në shkatrimin e Amerikës. Mirë po këta i thonë pra Iranit që ne refuzojmë këtë lloj plani, kupton? Edhe në moment që refuzojmë, domethënë atëherë prap shkon secili në hendekun e vet luftës dhe secili bëhet gati për luftë. Ndërkohë që Izraeli është gati për ta goditur Iranin, Irani gjithashtu po bëhet gati për ta goditur jo vetëm Izraelin, por për të goditur dhe amerikanët, të cilët janë në gjirin persik, pra bazat amerikane, siç u godit baza Udeidit në Katar, rreth disa muaj më parë, dhe amerikanët nga ana tjetër kanë sjell luftanie të mëdha, pra pothuajse pjesën më të madhe të ushtrisë amerikane ose të avionëve dhe anijeve të mëdha kryqëzor të amerikanëve i kanë sjellë ose dhe po vazhdojnë të sjellin në lindjen e mesme, duke paralajmëruar një luftë madhe që mund ndodhe me Iranin. Mirë po, problemi është se Irani, ajo që gjithmonë unë e kam thënë për Iranin, Iranit nuk i besohet, pra Irani nuk mban aleat. Pra, edhe rusët, por edhe kinezët nga të dyja anët e donin që të jetë një Iran i fortë. Siç po mban Amerika dhe Perëndimi po mban Ukrainën përballë Rusisë, këta të mbanin Iranin përballë Perëndimit. Pra të ishte një proksi kinez dhe rus kundër Perëndimit. Mirë po nga ana tjetër, Irani ka treguar her pas here se mund ta dredhi, domethënë muhabetin, mund ta dredhi muhabetin edhe me Rusinë, mund ta shesë edhe Rusinë edhe Kinën, nëse këta do të pranonin. Dhe kjo ka bërë që ai të jetë edhe i pabesueshëm për, le të themi, për Kinën dhe Rusinë. Ama a mund ta përkrahë Kina dhe Rusia Iranin? Unë them se po. Sepse intereson që të përkrahet Irani në mënyrë që amerikanët mos kenë dorë të lirë në gjirin persik, se në moment që kanë dorë të lirë në gjirin persik, i bën që burimet e naftës aty i merr gjitha Amerika, ja ndryshon edhe regjimin Iranit, merr dhe burimet iraniane dhe Kina pastaj mbetet me gishtë në gojë. Dhe kjo është gjë e tmerrshme për Kinën, sidomos në zhvillimet që Kina sot po bëhet gati për një luftë madhe me Amerikën. Dhe patjetër që i duhen burimet naftës, i duhen burimet e energjisë dhe këto burime, nëse nuk i siguron aty, është mbaruar. Dhe për këtë arsye mendoj se Kina dhe Rusia do ta përkrahë Iranin. Nëse ndodh. Dua të falenderoj shumë për këtë bisedë të drejtë për drejtë, pa doreza, por të shpjeguar thjesht edhe për publikun, duke e sjellë sa më afër këtu atë që po ndodh atje. Të falenderoj shumë. Respekt, vëllai.